Ministri i ri i Shëndetësisë Azir Aliu ka mbajtur sot preskonferencën e parë pas marrjes së detyrës si ministër. Aliu paralajmëroi një sistem të ri, stabil dhe politikisht i pavarur në shëndetësi, me qëllim që mjekët të mund të kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale, ndërsa pacientët siç tha të marrin shërbim cilësor. Aliu prezentoi 5 yllat kryesore për reformën në këtë sektor: e para planifikimi strategjik, e dyta transparencë dhe llogaridhënie, e treta zhvillim profesional, e katërta financim i qëndrueshëm dhe parandalim, dhe e pesta digitalizim. Sipas tij, sistemi shëndetësor do të modernizohet dhe do të lidhet me rrjetin evropian për një shërbim më të shpejtë dhe efikas. Sot si Ministri i Shëndetësisë kam nderin të ndaj me ju vizionin për një shëndetësi që nuk pret të reagojë, por për një shëndetësi e cila parandalon, planifikon për mirësinë e çdo qytetari. Ministria e Shëndetësisë do të veprojë në 3 drejtime kyçe për realizimin e këtij vizioni. Zbatimi i projekteve nga programi i qeverisë 2024-2028, do të krijojmë një pasqyrë të qartë të gjendjes aktuale, do të rishikojmë planet aksionare dhe do të vazhdojmë, do të angazhohemi për rritje të fuqishme dhe të matshme të zbatimit të programeve. Në pyetjen se sa është i denjë të udhëheq me këtë ministri, duke pasur parasysh se ai përket lëmisë së informatikës, Azir Aliu tha se nuk do të kryejë asnjë operacion, por zotose do të jetë menaxhues i mirë. Doktor po informatikë. Është vërtet, unë jam doktor i shkencave informatike, nuk jam mjek. Por pozicioni që kam për momentin është pozicion menaxhues, kështu që unë nuk do të operoj zemra, por do të krijoj sisteme të cilat do të jenë optimale, llogaridhënëse dhe në kohë, kështu që do të krijoj sisteme që të mundet mjeku ose kardiologu të operoj zemrën në kohë reale, me instrumente të mira, llogaridhënien ndaj qytetarëve, ndërsa jo lista përpritje. Kujtojmë se ministri i sapo emëruar Azir Aliu do të zaventësoj ish kryetarin e tij Arben Taravari, pasi ky i fundit fillimisht u largua nga koalicioni Vlen e më pas dha dorëheqje edhe nga posti i ministrit, ndërsa Aliu së bashku me disa bashkëpartiakë të tij vendosën të mbetën në koalicionin Vlen dhe në qeveri.